Të vërtet, herën e parë kam qenë duke u falenderuar tash lojtarit që ka luajtur 389 shumë skuadra në Kosovë me Xhaferit. Ai më rregulloi që të jem në ekipën ku ishte së fundmi edhe Ardit Tahiri, është klubi më i madh Elon HJK. Por kishum pak probleme rreth vizës, edhe unë vendosa të kaloj në klubin e Bekop sepse ata më ndihmuan rreth vizës së sportit. Dhe kështu nuk ishte, që shtojmë na, nuk ishte shkruar me punë atë klub, po unë besoj që me punë dhe me besimin që kam, me vetë besimin, unë do t'jem shumë shpejt pjesë e ligave më të larta në Finland, por gjithmonë do t'jem i fokusuar mas pari aty ku jam tash në ekipin e Grankullas, në ekipin e ku po më jap shumë për